Me një interpelancë me Ministrin e Ekonomisë Delina Ibrahimaj, kërkuar nga Gron Shehaj dhe Erald Kaprit Partisë Mundësia, një seancë sot me plenare Kuvendit, do të zgjidhen edhe 5 anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. 3 emra vijnë si për zgjedhje PS-s nga 20 kandidatura që u paraqiten në parlament, ndërsa 2 nga qeveria. Në diskutim edhe 6 projekt ligjet paraqitur nga opozita. Do të miratohet edhe ligj ndryshuar për funksionimin e Akshit. Priten debat rreth nismës së kryeministrit Rama dhe të Partisë Socialiste për ndryshime ligjore në nenin 242 në kodin e procedurës penale që pengon gjykatat të pezullojnë ministrat, presidentin, kryeministrin, avokatin e popullit, kreun e KLSH-s dhe guvernatorin e bankës. Zhvillohet sot në Washington mbledhja e parë e bordit të paqes, mbledhja inauguruese, një nismë kjo e presidentit amerikan Donald Trump. Sfida përbashkët është e rindërtimi i Gazës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti e Kosovës Vjosa Osmani do të jenë në ceremoninë zyrtare. Rama do të firmosë edhe marrëveshjen për anëtarësimin e Shqipërisë në këtë organizat me statusin vend antar themelues. Qeveria tha se deri në këtë fazë Shqipëria nuk ka asnjë angazhim financiar. Ka nisur sot muaji i shenjtë i Ramazanit, një muaj që fton besimtarët musliman në mbar botën në reflektim të thellë dhe pastrim shpirtëror. Agjërimi përvaqëson një nga 5 shtyllat e Islamit dhe sipas fesë konsiderohet si një detyrim për të gjithë të rriturit që nuk kanë probleme shëndetësore. Nga agimja deri në perëndim nuk konsumohet ushqim dhe shmangen marrëdhëniet intime. Muaji i Ramazanit konsiderohet sipas fesë islame muaji i durimit, i vetkontrollit dhe lutjes, një ftesë drejt njohjes së përgjegjësive në raport me Zotin, me veten, familjen dhe shoqërinë. Çështja Balluku nuk është vetëm një dosje juridike, por një test kritik për luftën kundër korrupsionit dhe përgjegjshmërisë politike në Shqipëri. Ishte ky mesazh i fortë i delegacionit të Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian që zhvilloi një vizitë zyrtare në Tiranë. Kryetari David McAllister foli edhe për protestat me molotov të opozitës kur deklaroi prerë se dhuna nuk ka vend në demokraci. McAllister shmangu takimin me kreun e PD-s Sali Berisha. Në takimin me anëtarët demokrat zhvilluar në Berat, Ervin Saljani, ish deputet, i kërkoi Sali Berishës që të largohet nga drejtimi i PD-s duke i kujtuar statutin se kush humb zgjedhjet duhet jap dorëheqjen. Ai akuzoi Berishën për revolucione imagjinare dhe se po e mban partinë të pareformuar. Ish deputeti shpreu shqetësim se në drejtimin e Sali Berishës në Selim Blu nuk po shkel më asnjë ndërkombëtar.